Sa aviona kemi pasur ne deri në momentin e fikjes? Flota ajrore shqiptare llogarit një numër prej 240 mjetesh ajrore. Pra 240 avion apo avion e Avion dhe helikopter. Këtu futen avion dhe helikopter. Tani kemi ky është pasur MiG? MiG-19, arma më e fuqishme dhe më masive që ka pasur aviacioni shqiptar. MiG-19. MiG-19. Kemi fituar një betejë në luftën me këtë apo? Ne kemi humbur vetëm jetë pilotësh. Me këtë. Arma e aviacionit shqiptar mori jetën e 38 pilotëve. MiG-21 është një supersonik i gjeneratës Mach 2, 2.4, është i shpejtësisë 2200 km/h, 2400, përdori si armë strategjike. Armë strategjike. Po tillë sa kemi patur? 12 ca. Një kuriozitet, duhet ta them që MiG-21 nga ushtria rumune është hequr në maj të 2023. MiG-21 është një avion që është më i shpejt se F-16, duhet ta themi për publikun. Pra ne presin marrin F-16, po e kemi pas më të shpejt. Përdorej për shenjë ajrore, për të trajnuar pilotët e gjeneratave të reja, pasi tani këtu jemi tek helika, jemi tek... Po, ky është Jaku 18 që shërbente për trajnimin e pilotëve në shkollën e aviacionit Vlorë.